Kthjellim me vranësirat e rreshje shiu në një pjesë të vendit, parashikimi i motit për ditën e sotme. Vendi ynë do të paraqitet në ndikimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit, ku her pas here pritet zhvillimi i tyre duke gjeneruar rebeshe shiu më të dukshme në zonat veriore dhe qendrore. Parashikohet që deri vonë në mbrëmje vendi ynë të mbetet me vranësira dhe shira, ku në zonat veriore, zonat qendrore dhe pjesërisht në juglindje të territorit do të jetë në formë shtrëngate. Natën vonë pritet ndërprerje e rreshjeve në të gjithë territorin e vendit. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 55 km/h nga drejtimi verior, duke sjellë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzimin mbi 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 15-22 gradë Celsius, në vendet e ulta 12-21 gradë Celsius dhe në vendet malore 7 deri 17 gradë Celsius.